Këngëtarja e njohur shqiptare Rozana Radi ka ndarë me ndjekësit një rrëfim shumë personal dhe emocional gjatë një interviste. Ajo ka treguar se ka disa vite që nuk e feston vitin e ri dhe momenti i festave shpesh i rikthen kujtimet për familjen dhe lidhjet që janë më të rëndësishme. Kam disa vite që nuk e festoj vitin e ri. Gëzoj i prindrit sa i keni, se kur nuk janë në shtëpi dhe shtëpia nuk është e madhe, festat kthehen në ditë të zakonshme. Megjithatë, ja uroj të gjithëve, tha këngëtarja me emocione të dukshme, duke lënë të kuptohet rëndësia që ka për të vlerësuar momentet e thjeshta dhe praninë e familjes. Ky rrëfim i Rozanës shfaq një anë më të ndjeshme dhe njerëzore të këngëtares që zakonisht njihet për energjinë dhe stilin e saj të drejtë për drejtë. Për shumë ndjekës, ky moment ka shërbyer si një kujtesë e bukur për të vlerësuar çdo moment të thjeshtë në familje, veçanërisht gjatë festave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.